Ja se çfarë i ndodh zemrës, trurit dhe diabetit nëse konsumoni çdo mëngjes vezë të zjera. Veza është një burim i shkëlqyer i proteinës dhe konsiderohet një ushqim i thjeshtë, që nuk të lë kurrë në baltë, përmbush edhe shijen tuaj më të veçantë. Në vitet 70, vlerat e vezës u përbaltën pas pretendimeve se ato rrisnin nivelin e kolesterolit në gjak, por studime shkencore të mëvonshme rikthyen vlerësimin e vezëve dhe sugjeruan se ato janë shumë të mira për zemrën, por edhe ofrojnë një sër përfitimesh të rëndësishme. Studime të ndryshme të Universitetit Connecticut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës arritën në dy konkluzione. I pari ishte se vezët ndër të tjera përmirësojnë nivelin e kolesterolit të mirë dhe përmbajnë gjithashtu element të pakët të kolesterolit të keq. Studimi i dytë sugjeronte: para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Se konsumi 3 vezëve në ditë për 30 ditë me radhë zmadhonte grimcat e kolesterolit të mirë, por nuk ndryshonte asgjë në ekuilibrat e kolesterolit të mirë dhe atij të keq. Një gjë e tillë nënkupton se vezët nuk janë një faktor risku për sëmundjet kardiovaskulare dhe ato koronare. Veza ka ndikime te sistemi kardiovaskular. Studime të tjera treguan se përfshirja e vezës në dietën tuaj nuk do të shkaktojë probleme të shëndetit kardiovaskular në lidhje me konsumin e vezëve, siç është edhe mbrojtja kundër problemeve të ishemisë dhe sëmundjeve të zemrës. Në vitin 2013, 8 studime të ndryshme të publikuara në revistën mjekësore BMJ, të cilave u referohemi, konfirmojnë se ngrënia e një vezë në ditë nuk shkakton asnjë sëmundje të zemrës dhe as ishemi. Studimi u bazua në analiza shëndetësore të gjysmë milion njerëzve të përfshirë në studim në arkun kohor të 8 dhe 22 viteve. Në vitin 2016, 7 studime të tjera zbuluan se konsumi më shumë se 7 vezë në javë ulë riskun e ishemisë me të paktën 12%. Vezët mund të ndikojnë edhe te shëndeti diabetikëve. Shumë studime kanë sugjeruar se diabetikët duhet të tregojnë më shumë kujdes me sasinë e konsumit të kolesterolit dietik, por edhe me konsumin e vezëve në dietën e tyre të rregullt. Por dy studime shkencore arritën në konkluzione të njëjta. Vezët, për sa kohë janë të zjera dhe pa tepritës, janë të sigurta për diabetikët, madje as nuk do të arrisin nivelin e sheqerit në gjak dhe triglicerideve, sidomos nëse nuk konsumoni më shumë se 2 vezë në ditë. Problemi me vezët qëndron tek yndyra në skuqe. Sipas ekspertëve, problemet me vezët qëndrojnë në tepërdorimi i yndyrës. Nëse veza skuqet me shumë gjalp ose shoqërohet me mishra të përpunuara siç është për shembull salçiçja, sallami, atëherë ato rrisin kolesterolin e keq dhe rrisin riskun e sëmundjeve në zemër. Sipas të dhënave, një vezë mesatare ka rreth 1.5 gram yndyrë të ngopur, rreth 70 kalori, 70 mg sodium. Një pjatë me vezë, sallam dhe djath ofron 12 gram yndyrë të ngopur, 450 kalori dhe 1290 mg sodium. Element këto të cilët do të ndikojnë negativisht në çështjen tuaj imunitare dhe ta rëndojnë atë akoma dhe më shumë. Ndaj vezët këshillohet që të përdoren në mënyrën e tyre të zjerë. Por si qëndron pikpamja kontradiktore për vezët gjithashtu? Studimet klinike nga ana tjetër kanë pasur të pamundur zbulojnë ndikimin afatgjatë të ngrënies së vezëve. Shkencëtarët mendojnë se për sa kohë nuk e teproni dhe nuk i shoqëroni me yndyra të ngopura, atëherë vezët mund të jenë një mburojë shumë e mirë e organizmit tuaj. Një nga mënyrat më të mira dhe më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit tuaj kur ajo konsumohet vazhdimisht në këtë formë? Në këtë video, sipas Healthline, do ju njohim me përfitimet kryesore të vezës së zjerë në organizëm dhe ndikimin që ajo do të ketë në përditshmërinë tuaj. Një vezë ofron rreth 210 mg kolesterol, ku zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim, sepse yndyrat që përdoren në skuqe rrisin kolesterolin në organizmin tuaj. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë 1 deri në 2 vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për nivelet e kolesterolit në trupin e tuaj. Sipas të dhënave, ngrënia e vezëve në mëngjes si pjesë e një regjimi të kujdesshëm shëndetësor mund t'ju ndihmojë gjithashtu të humbisni kilogramet e tepër trupor. Vezët do të ofrojnë yndyra cilësore.
Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira të cilat ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin gjithashtu edhe riskun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e niveleve të insulinës në gjak e përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Vezët e zjera do t'japin nivele shumë të mira të proteinave cilësore. Vezët e zjera normalisht përmbajnë nivele të larta të proteinës. Organizmi ka nevojë për proteinën në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina ndihmojnë organet të trupit të mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse edhe për muret e qelizave. Ndaj shtimi i vezëve të zjera në dietën tuaj sipas ekspertëve të Healthline do të jetë mënyra më e çmuar për të marrë përfitimet e saj dhe për të evituar gjithashtu ndikime negative. Vezët e zjera janë një mburojë shumë e mirë për shëndetin e syve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbron membranën dhe ulë riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose verbëria. Do të keni gjithashtu kocka më të forta. Vezët e zjera janë të pasura me vitaminën D, vitaminë e cila është e mirë dhe e rëndësishme për kockat dhe dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D u mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë. Vezët e zjera mund t'i konsumoni në sallata, në spinaq, në patate ose si shoqëruese e mishit ose e peshkut, si një element i domosdoshëm i një ushqyerje të shëndetshme dhe gjithashtu për të ndikuar pozitivisht në organizmin tuaj. Ekspertët këshillojnë konsumin e vezëve të zjera në vazhdimsi të dietës suaj. Duke mos e tepruar dhe duke konsumuar vazhdimisht, ato do t'japin rezultate fantastike për dietën tuaj të përgjithshme, të thjeshta, ekonomike dhe të mbushura me vlera të larta ushqyese. Vezët e zjera janë një nga ushqimet më të mira që mund të përfshini në regjimin tuaj të përditshëm ushqimor, por cilat janë vlerat konkrete nëse i konsumoni çdo ditë. Sipas ekspertëve të ushqyerjes, ngrënia e një veze në ditë për 2 javë mund të sjellë një sër elementësh pozitiv në mbrojtjen e organizmit dhe jo vetëm. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të ofrojë ajo në shëndetin tuaj? Do të përmirësojë funksionet tuaja të trurit. Vezët janë një burim shumë i shkëlqyer i kolinës, një lëndë ushqyese që luan një rol kyç për kujtesën, përqendrimin dhe shëndetin tuaj të trurit në tërësi. Marrja e mjaftueshme e kolinës ndihmon në ngadalësimin e rënjes dhe aftësive njohëse me kalimin e moshës. Vezët e zjera janë një mundësi shumë e mirë ushqyese për të forcuar edhe muskujt. Proteinat cilësore që gjenden te veza kontribuojnë në rindërtimin dhe forcimin e masës muskulare, veçanërisht te ata persona që ushtrojnë ose janë në fazën e rikuperimeve pas dëmtimeve të ndryshme të nyjeve. Vezët janë një element shumë i mirë për personat që duan të kenë një shëndet më të mirë të syve. Vezët përmbajnë lutein dhe zeakanthin, 2 antioksidant, shumë të fuqishëm që mbrojnë gjithashtu shëndetin e syve nga efektet e plakjes dhe drita e dëmshme blu, e cila mund të ndikojë drejt për së drejti në këtë aspekt, duke ndihmuar kështu në parandalimin e degradimeve dhe degenerimeve makulare. Vezët e zjera të shtuara në dietën tuaj do të jenë një mburojë shumë e mirë ushqyese edhe për balancimin e niveleve më të mira të kolesterolit. Megjithse vezët në duke shihen si problematike për shkak të kolesterolit që përmbajnë, studimet tregojnë se konsumi moderuar i tyre mund të rrisë kolesterolin e mirë HDL dhe të përmirësojë raportin e kolesterolit të keq. Vezët ndihmojnë gjithashtu në zhvillimin e përmirësimit të oreksit dhe në përmirësimin e peshës suaj. Fal aftësive të tyre për të ngopur, vezët e zjera mund të zvogëlojnë dëshirën për ushqime gjatë vaktit, duke qenë një zgjedhje ideale për mëngjes për çdo që kërkon të menaxhojë peshën e tyre trupore. Ekspertët këshillojnë konsumin e vezëve të zjera si një nga zgjedhjet më të mira ushqyese. Zjerja dhe skuqja dhe pajisja e organizmit me 6 gram protein. Si skuqja si dhe zjerja ofrojnë 2 deri në 3% të dozës ditore të kalciumit dhe përqindjes së fosforit. Ndaj nëse doni të merrni të mirat e saj në organizëm, këshillohet më shumë konsumi i vezëve të zjera. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.